Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Policia e shtetit ka arrestuar 21 persona dhe ka shpadhur një tjetër në kërkim për akte dhune të shënuara përpara kryeministrisë dhe parlamentit gjatë protestës së opozitës. Mes të ndaluarve janë edhe të mitur të përfshirë në hedhjen e molotovëve dhe lëndëve piroteknike. Nga përplasjet, 21 persona morën ndihmën mjekësore, shumica efektiv policia. Pas përfundimit të protestës së opozitës, policia e shtetit ka ndërmarrë një veprime shetimore për identifikimin e personave të përfshirë në aktet e dhunës të regjistruara përmes godinës së kryeministrisë dhe parlamentit. Sipas njoftimit zyrtar, janë identifikuar 22 persona si përgjegjës për incidenten, prej të cilëve 21 janë vënë pranga, ndërsa një tjetër është shpadhur në kërkim. Ata akuzohen për një veprash penale, përfshirë goditje për shkak të detyrës, plagosje të rëndë, prishje të rendit dhe sigurisë publike, shkelje të rregullave mbi lëndët plasëse, shkatrim prone me zjarr dhe kundërshtim të punonjësve të policisë. Mes të arrestuarve ka edhe të mitur të moshës 17 vjeç, të cilët sipas policisë janë identifikuar duke hedhur shishe molotov dhe mjete piroteknike në drejtim të forcave të rendit. Procedurat ndaj tyre po ndiqen në përputhje me kodin e drejtësisë për të mitur. Për shkak të përfshirjes së të miturve në këto akte, është proceduar penalisht edhe sekretari organizativ i Partisë Demokratike Ervin Minarodhi, i dyshuar për veprat shtytje të miturve në krim dhe organizim dhe pjesëmarrje në grumbulline dhe manifestime të palishme. Po ashtu procedim penal është nisur edhe ndaj disa deputetëve të opozitës, mes tyre Belind Klliçi, Flamur Noka, Klevis Badhiu dhe Luan Baçi. Nga përplasjet dhe përdorimi i mjeteve të rrezikshme, 21 persona janë drejtuar spitaleve për ndihmë mjekësore, mes tyre ishin 19 punonjës policie, një qytetar dhe deputeti opozitar Bledion Albati, i cili pësoi dëmtime në kokë gjatë përballjes me forcat e rendit. Deputeti mori trajtim në spitalin e traumës dhe u largua pasi gjendja e tij u stabilizua. Edhe pjesa më e madhe efektive lanë spitalin gjatë mbrëmjes, ndërsa aktualisht 3 prej tyre vijojnë të marrin asistencë në repartin e djegje plastikës në qendrën spitalore universitare. Ngjarjet e së martës sollen një nga bilancat më të rënda të incidenteve të dhunës dhe protestave të fundit, teksa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Kryeministri i vendit Edi Rama akuzoi Partinë Demokratike se është e vetmja forcë politike në botë që sulmon me dhunë institucionet dhe punonjësit e policisë. Ai publikoi foto të bombave molotov të përdorura gjatë protestës së të martës dhe kërkoi ndëshkimin e përgjegjësve. Rama tha se kjo sjellje do të ndikojë negativisht tek Partia Demokratike në zgjedhjet lokale të vitit 2027, ndërsa shumica e tij do të vazhdojë rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama reagoi pas protestës organizuar nga Partia Demokratike përpara kryeministrisë dhe parlamentit, duke akuzuar opozitën për dhunë të qëllimshme ndaj punonjësve të policisë dhe institucioneve shtetërore. Në një postim publik, ai publikoi foto të bombave molotov të përdorura nga protestuesit dhe i quajti ato armë me kapacitet vdekjeprurës, duke paralajmëruar drejtësinë që të ndëshkojë autorët. Këto janë bomba artizanale me të cilat janë sulmuar dhe djegur e plagosur mbrëm punonjësit e policisë nga e vetmja parti politike në botën demokratike që ushtron dhunë dhe e dyta në historinë e botës së tërë pas asaj të famkeqit Robert Mugabe të Zimbabve, që i shkon prapa një 80 e kusur vjeçar të damkosurit lajthitur. Në reagimin e tij, kryeministri kërkon nga drejtësia të ndëshkojë ata që sulmuan punonjësit e policisë. Uroi që drejtësia të bëjë drejtësi për policët e plagosur dhe të ndëshkojë pangurim bartësit e këtyre armëve me kapacitet vdekjeprurës. Rama gjithashtu theksoi se për shkak të këtyre incidenteve Partia Demokratike pritet të humbasë zgjedhjet lokale të vitit 2027. Sa për fatin politik të këtij cikli, jashtë nxjerrjesh në bulevard, ai do të shkruhet si zakonisht në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, me një disfat ende më shembullore se sa të mëparshmet, ndërsa për të ardhmen e shumicës së tij, Rama theksoi se do të vazhdojë të ecin pa u ndalur drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka përgënjeshtruar bilancin zyrtar të autoriteteve për efektiv të lënduar gjatë protestës së opozitës. Ai akuzon qeverinë se ka inskenuar situatën për të krijuar idenë e dhunës ndaj policisë.
Pas raportimeve zyrtare të Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Shëndetësisë për efektiv policie të lënduar gjatë përplasjeve në protestën kombëtare të opozitës, ka reaguar kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili cilëson këto të dhëna të pavërteta. Në një deklaratë për media, Berisha ka lëshuar akuza në drejtim të policisë së shtetit, ndërsa tha se protestuesit u qelluan me snajper. Pra, janë 4 protestues të plagosur të qelluar, 3 prej tyre në kokë, me qëllim eliminimin fizik të tyre. Edi Rama donë të gjak, ky akt qëllimi me snajper, ndaj protestuesve paqësor, dëshmon dhe njëherë lakmin për gjak që ka Edi Rama. E garantoj se do mbaj përgjegjësi gjërë në fund për urdhrin e djeshëm, për skenarin e djeshëm. Demonstrues tjetër me aftësitë kufizuar, thellësisht kufizuar, u tërhoj zvarë në rrugë, sikur të mos ishte njëri. Unë zurë nga karroca e tij dhe u tërhoj zvarë. Gazetarve u hodhen me qëllim sasirat mëdha gazi që të mos mund kryenin funksionet e tyre. Ndaj një operatori të News 24 është hedhur mjet piroteknik, sipas gjitha dhënave, që është hedhur nga ana e policisë drejt tij, kjo është e sigurt, por cili ishte mjeti mbetet për të vërtetuar. Berisha tha se asnjë punonjës policie nuk ka psuar dëmtime dhe se sipas tij situata është përdorur për të ndërtuar një narrativ të rrem mbi dhunën në protestë. Ai pretendon se gjithçka ka qenë një skenar i organizuar nga autoritetet. Faqe e zezë tjetër e këtij skenari ishte loja me barrela dhe policë. Siç i pat ju, u hudhnin gaz policëve vetë dhe i fusin ambulancë. Evidente si ta sfiksuar. Janë në spital e traumë, asnjë i vetëm. Personeli mjekësor më njoftoi se aty kishin shkuar 5 policë, i kishin dërguar pa asnjë problem. Dhe ata kishin asnjë lloj shqetësimi, nuk ishin as regjistruar, po ishin kthyer siç kishin ardhur. E vërteta kjo, nuk kishte asnjë policë të plagosur. E gjithçka skenar, asnjë, që mund të ndodhte, s'mund të them se asnjë të gërvishtur. Jo, asnjë. I kanë dërguar në spital vetëm për të plotësuar skenarin. Berisha theksoi se gjatë mbrëmjes ka vizituar spitalin e traumës dhe sipas tij personeli mjekësor i ka konfirmuar se efektivët e dërguar për kontroll nuk kishin probleme shëndetësore dhe ishin larguar menjëherë. Nga ana tjetër, autoritetet shtetërore raportuan më herët se 10 persona morën ndihmë mjekësore mes tyre dhe punonjës policie të prekur nga lëndët piroteknike, gaze lotësielës dhe përplasjet fizike. Kreu i Demokratëve publikoi gjithashtu pamje filmike dhe paraqiti një bilanc të protestuesve, deputetëve dhe gazetarëve që sipas tij pësuan probleme shëndetësore gjatë ndërhyrjes së policisë. Debati mbi bilancin real të lënduarve vijon, ndërsa hetimet për ngjarjet e protestës janë ende në proces. Policia e Tiranës arrestoi 21 persona, mes të cilëve 4 të mitur pas përplasjeve të dhunshme gjatë ubimit të opozitës të martën mbrëma. Sekretari organizativ i Partisë Demokratike dhe 4 deputet u referuan për hetim në gjendje të lirë për shkelje të ligjit. Ministra e Brendshme Albana Koçio akuzoi opozitën për keq përdorim të miturve dhe theksoi se dhuna nuk do të tolerohet. Protesta organizuar nga Partia Demokratike përfundoi me tensione para kryeministrisë dhe kuvendit kur përplasjet mes qytetarëve dhe forcave të rendit shuan në arrestimin e 21 personave. Policia tha se të arrestuarit dyshohen për shkelje të ligjit që përfshin plagosje të rëndëmendashje, kundërshtim ndaj punonjësve të policisë dhe përdorim të lëndëve plasëse. Ministria e Brendshme Albana Koçio dënoi përdorimin e dhunës dhe theksoi rëndësinë e respektimit të ligjit gjatë protestave. Përpjekja e dështuar për të ardhur në pushtet, duke goditur punonjësit e rendit, duke djegur institucionet e për më tepër duke përdorur të miturit për të hedhur molotova apo sende të forta mbi punonjësit e policisë, që të mos ndiqen penalisht autorët e vërtet, është një akt i turpshëm dhe i dënueshëm. Keqpërdorimi i të miturve për të kryer akte dhune është vepër penale, por është gjithashtu një shkelje e rëndë morale. E këtu një rol të posaçëm mund dhe duhet të luajnë institucionet, shoqëria civile dhe vetë familja, për t'i mbrojtur këta të mitur nga përdorimi dhe instrumentalizimi me qëllime të errta të politikës kriminale. Është pikërisht kjo arsyeja përse protestat e Partisë Demokratike janë braktisur masivisht nga qytetarët, duke përfunduar tek një grusht militantësh apo element të paguar për të krijuar skenar imagjinar të një revolte popullore. Kjo është e papranueshme. Policia njoftoi se gjatë kontrolleve pas shpërndarjes së ubimit janë sekuestruar 22 bomba molotov dhe 3 shishe me benzinë, ndërsa hetimet për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë vazhdojnë.
Përplasjet mes protestuesve të opozitës dhe policisë në Tiranë kanë marrë vëmendje të gjerë në mediat ndërkombëtare. Nga Shtetet e Bashkuara deri në Europën e lindjes së mesme, zhvillimet u raportuan si episode dhune dhe tension politik. Shumë prej tyre theksuan përdorimin e gazit lotësiellës, topave të ujit dhe arrestimit gjatë protestës. Protesta e opozitës shqiptare e zhvilluar të martë në kryeqytet nuk mbeti vetëm në vëmendjen e mediave vendase, por u pasqyrua gjërësisht dhe nga shtypi ndërkombëtar i cili raportoi për përplasje dhe tensione mes demonstruesve dhe forcave të rendit. Gazeta amerikane Washington Post e përshkroi situatën me titullin "Shpërthen në dhuna në protestën antiqeveritare në kryeqytetin shqiptar", duke theksuar se policia dhe mbështetësit e opozitës u përballën me topa ujë, gaz lotësiellës dhe mjete zjarrvënëse. Agjencia franceze AFP raportoi për persona plagosur pas përplasjeve, ndërsa Reuters i cilësoi zhvillimet si protesta të dhunshme të lidhura me akuza për korrupsion ndaj qeverisë. Edhe televizioni France 24 u ndalte numri të lënduarve dhe tensionet në terren. Në Itali, La Repubblica shkroi se protestuesit hollën bomba molotov drejt forcave të policisë, ndërsa Al Jazeera në lindjen e mesme u fokusua te episodet e dhunës, arrestimet dhe përshkallëzimi i situatës gjatë mbrëmjes. Ngjarjet në Tiranë gjetën hapësira dhe në mediat rajonale, përfshirë ato greke, serbe dhe turke, duke kthyer protestën në një zhvillim me johon ndërkombëtare. Pasqyrimi i gjerë tregon se tensionet politike në vend po ndiqen me vëmendje për te kufive, veçanërisht kur protesta shoqërohen me përplasje dhe ndërhyrje të forcave të rendit. Qeveria prezantoi paketën e re të shërbimeve sociale për vitin 2026 që përfshin 14 programe mbështetje për fëmijët, të moshuarit, gratë dhe vajzat, viktima të dhunës si dhe personave me aftësi ndryshe. Kryeministri Edi Rama theksoi rritjen e buxhetit dhe rëndësisë së angazhimit të bashkive për t'u afruar më shumë qytetarëve të cilët janë në nevojë. Paketa e ri sociale për vitin 2026 parashikon 14 shërbime të reja që synojnë mbështetjen e grupeve më të pambrojtura të qytetarëve. Përmes këtij fondi do të ndihmojnë fëmijët dhe të rriturit me aftësi ndryshe, të moshuarit, gratë dhe vajzat viktima të dhunës, si dhe fëmijët pa kujdes prindëror. Kryeministri Edi Rama vuri theksin tek rritja e buxhetit për këtë sektor, i cili është 18% më i lartë se sa vitin e kaluar. Që sot Shqipëria të kujdeset në mënyrë të posaçme për 65.000 individ është diçka shumë domethënëse. Dhe nuk janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem financimi, por janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem i organizuar institucionesh, pika shërbimi, kujdestarësh dhe kështu me radhë. Buxheti është gjithmonë më domethënës, sigurisht. Është rritur, siç e tha ministra, 6 herë nga momenti kur ne kemi nisur këtë përpjekje, është 17% më i lartë këtë vit se sa vitin e shkuar, por buxheti nuk është e gjitha dhe nuk i thot dhe as i zgjidh dot të gjitha. Kështu që për këtë arsye na duhet që këtë proces decentralizimi ta thellojmë, ta bëjmë më të konsoliduar dhe në ndërkohë të rrisim patjetër edhe cilësinë e jetës nën strehët e kujdesit shoqëror. Ne kemi nisur një proces në Tiranë me transformimin e kushteve për jetimoren e famshme, shtëpinë e përkujdesjes për fëmijët Zubradhullin në një fshat të përkujdesjes brenda qytetit natyrisht. Dhe me këtë frym është mirë që të shohim me bashkit edhe të tjera mundësi për të krijuar hapësira komunitare të rëndësishme nga pamja e kushteve dhe cilësisë. Ndërsa nga ana tjetër, Silvio Gonzato, kreu i delegacionit të BE-s në Tiranë, nënvizoi se mbështetja e Bashkimit Evropian për mbrojtjen sociale në Shqipëri është ndër më të lartat në rajon, duke investuar mbi 100 milion euro për projekte që promovojnë gjithëpërfshirjen dhe punësimin social. Gonzato shtoi se këto investime kanë si qëllim të përmirësojnë ndjeshëm kushtet e jetesës dhe sigurinë sociale për qytetarët më të prekur. Deputetët e Partisë Demokratike u rikthyen në komisionet e reformës territoriale pas një pezullimi të shkurtër duke vijuar vijimin e diskutimeve. Majoranca dhe opozita janë dakord të përqendrohen në arritjen e një konsensusi dhe jo në raportime me ngjyra politike. Puna për miratimin e planit të reformës pritet të nisë pa vonesa.
Pas disa javësh tensionesh dhe paralajmërimesh për bojkot, deputetët opozitar të Partisë Demokratike u rikthyen në trojezën e Komisionit të Reformës Territoriale. Ky rikthim erdhi në momentin kur Mazuranza po përgatitej të ndryshonte formulën e barazisë dhe të merrte drejtimin e komisionit. Megjithse mbledhja kishte karakter procedurial për miratimin e planit punës, debatet politike vazhduan duke reflektuar shqetësimet e opozitës për ruajtjen e një procesi konsensual. Bashkëkryetari nga PD-ja, Luciano Bocci, kërkoi garanci që produkte përfundimtare të jetë i përbashkët dhe jo një raporti ndarë sipas ngjyrës së partive. Ne duhet kemi një produkt të përbashkët. Nëse ecim me idenë që çfarëdo që themi ne nuk konsiderohet, nuk merret si pjesë e vendimarrjes, si pjesë e propozimeve që faktohen në raportin final apo në daljen finale, atëherë ne jemi në një rrugtim krejtësisht hipokrit dhe formal. Bashkëkryetari tjetër, Arbian Mazniku, nënvizoi se ka ardhur koha që puna të nisë dhe fokusi duhet të jetë tek arritja e marrëveshjeve praktike dhe efikase për reformën territoriale. Mirëbesimi i dhënë tashmë në mënyrë sistematike nga majorancës nuk mund dhe nuk duhet të jetë një mekanizëm për të bllokuar punën dhe për të mos e çuar përpara këtë reformë. Kemi një dritare shumë specifike për këtë reformë. Kjo dritare lidhet me faktin që në vitin 2027 Shqipëria mbyll negociatat me Bashkimin Evropian dhe sipas të gjitha gjasave me vullnetin politik dhe të Bashkimit Evropian në 2029-2030 Shqipëria bëhet një vend antar. Mbledhja e radhës do të shërbejë për të avancuar diskutimet dhe për të përgatitur rekomandimet për miratimin final të planit. Kryetari i Bashkisë së Rogozhinës, Edison Memolla, reagoi pas dënimit me një vit burg dhe e konsideron vendimin si një akt politik. Ai paralajmëron se do të vijojë betejën e tij gjyqësore deri në gjykatën e të drejtave të njeriut në Strasburg. Kryetari i Bashkisë së Rogozhinës, Edison Memolla, reagon pas dënimit me një vit burg dhe e konsideron vendimin si një akt politik. Memolla u shpreh se nuk e pranon vendimin dhe e cilëson veten të burgosur për motive politike. Ai paralajmëron se do të përdorë çdo mundësi ligjore për të mbrojtur të drejtën e tij deri në Strasburg. Kushtet në të cilën flas nuk janë absolutisht ato që prisja nga vetja ime dhe nga drejtësia për cilën kam luftuar fort, por me sa duket, tentakulat e gjyqtarëve kundërshtar politik shtrihen më gjerë se sa besimi dhe forca që ka drejtësia e re. Ama lufta ime nuk mbaron këtu. Do përdor çdo mundësi ta fitoj të drejtën time deri në Strasburg. Memolla theksoi gjithashtu se akuzat se dënimi i tij është një peshqesh politik nuk lidhet me Partinë Socialiste, duke mohuar kategorikisht përfshirjen e rrallëve të saj në këtë çështje. Ai shtoi se gjatë karrierës së tij ka fituar 5 palë zgjedhje me mbështetjen e qytetarëve dhe se identifikimi i tij si socialist është i qëndrueshëm. Fjala merr dhënë më shpejt se era dhe përveç se flitet se këtë situatë kam peshqesh nga kundërshtarët politik, nuk më pëlqen as pak ideja që diskutimi zgjerohet duke thënë që peshqeshi vjen nga radhët e Partisë Socialiste, qoftë brenda qytetit apo më lart. Miqtë e mi, me Partinë Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama në krye, në Rogozhinë kemi fituar 5 palë zgjedhje. Qytetarët na besuan plot 5 herë për aq kohë sa kanë qenë drejtues apo kandidat. Nëse do të kishte sulme personale, askush s'do më kishte lejuar të ushtroja këtë pushtet me të gjithë ju për krah, nëse punët do të ishin ndryshe. Nga çfarë janë? Unë jam socialist dhe i tillë do të mbetem. Memolla paralajmëroi se do të vijojë betejën ligjore duke shfrytzuar të gjithë rrugët e mundshme juridike për të sfiduar vendimin dhe për të rivendosur të drejtën e tij. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar njoftoi përfundimin e hetimeve për tenderin e ujësillësit rajonal në Memaliaj. Dosja përfshin ish kryetarin e bashkisë Gjolek Guci, ish nënkryetarin Edmond Harizi dhe ish drejtorin e shërbimeve publike Feta Hoxha, të dyshuar për shkelje të barazisë në tendera. SPA ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim ish zyrtar të bashkisë Memaliaj për tenderin e ndërtimit të ujësillësit rajonal, një projekt i cili do të shërbente për 8 fshatra të zonës me vlerë rreth 5 milion euro. Hetimi ka përfshirë ish kryetarin Gjolek Guci, ish nënkryetarin e bashkisë Edmond Harizi, ish nënkryetaren e bashkisë Edmond Harizi dhe ish drejtorin e shërbimeve publike Feta Hoxha, të cilët dyshohen se krijuan avantazhe dhe privilegje të padrejta për operatorë të caktuar ekonomik. Hetimi i SPA-kut ka nisur pas kallëzimit të bërë nga kontrolli i lartë i shtetit që evidentoi shkelje të procedurave të barazisë në tendera dhe favorizime për kompani të caktuara. Përveç ish zyrtarëve të bashkisë, SPA ka marrë në përgjegjësi edhe administratorin e një kompanie private, i cili dyshohet të ketë përfituar nga këto shkelje. Prokuroria ka ndarë një fraksion tjetër të hetimeve që fokusohet në zbatimin e kontratës dhe personave të tjerë që mund të kenë përgjegjësi ligjore, duke lënë të hapur mundësinë e ndjekjes penale edhe ndaj të tjerëve. Ky rast vjen në një kohë kur
pak po intensifikon ndjekjen e rasteve të korrupsionit në prokurorimet publike me qëllim garantimin e transparencës dhe barazisë në tenderat e institucioneve shtetëror. Autoritetet nënvizojnë rëndësinë e drejtësisë dhe detyrimin e zyrtarëve publik për të respektuar procedurat ligjore në mënyrë që fondet publike të përdoren në mënyrë të lishme dhe efikase për qytetarët. Shefat e shtabit të Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës kanë zhvilluar një takim trepalësh rreth 11 muaj pas nënshkrimit të marrëveshjes për bashkëpunimin ushtarak. Takimi shënoi një hap të rëndësishëm drejt rritjes së ndërveprueshmërisë dhe avancimit të kapaciteteve mbrojtëse sipas standardeve euroatlantike. Të tre vendet konfirmuan angazhimin për paqe, siguri dhe stabilitet në rajon. Rreth një vit pas firmosjes së marrëveshjes për bashkëpunimin ushtarak në Tiranë, shefat e shtabit të Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë u takuan për të diskutuar për thedhimin e bashkëpunimit dhe koordinimin strategjik në fushën e mbrojtjes. Takimi trepalësh i organizuar me njoftim të forcave të sigurisë Kosovës u fokusua në avancimin e kapaciteteve mbrojtëse, ndërveprueshmërinë e forcave dhe harmonizimin me standardet euroatlantike. Përveç diskutimeve mbi trajnimin dhe ushtrimet e përbashkëta, palët ndan përvoja të dobishme dhe theksuan në rëndësinë e koordinimit strategjik në rajon. Shefat e shtabit shprehen ngadishmërinë për të përfshirë kombe të tjera në këtë aleancë në zhvillim, duke synuar të forcojnë paqen dhe sigurinë e qëndrueshme në Ballkan. Takimi u cilësua si një hap kyç për stabilizimin dhe bashkëpunimin ushtarak rajonal, duke reflektuar angazhimin e përbashkët për të adresuar sfidat e sigurisë në mënyrë të koordinuar. Në Hag ka nisur dita e tretë e deklaratave përmbyllëse në gjyqjen ndaj ish-kryetarëve të UÇK-s. Mbrojtja e Hashim Thaçit kërkoi pafajësi duke theksuar se prokuroria nuk ka sjellë prova bindëse për fajësi. Prokuroria ndërkohë ka kërkuar nga 45 vite burg për secilin prej të akuzuarve. Procesi gjyqësor ndaj ish-udhëheqësve të ushtrisë shërbimitare të Kosovës po i afrohet fundit në gjykatën speciale në Hag, ku të mërkurën ka vijuar dita e tretë e deklaratave përmbyllëse. Në bankën e të akuzuarve ndodhet ish-presidenti Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi, si dhe ish-deputeti Recep Selimi, të cilët përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, akuza që të katërt i kanë mohuar vazhdimisht. Avokati i Thaçit, David Mishetić, e hapi fjalën e tij duke theksuar se parimi bazë i gjykimit duhet të jetë prezumimi i pafajësisë. Ai u kërkoi gjyqtarëve që vendimi të nisë nga ky standard ligjor dhe të vlerësojnë nëse provat e paraqitura nga prokuroria e kalojnë pragun e dyshimit të arsyetueshëm. Sipas mbrojtjes, dëshmitë e sjella nuk provojnë përfshirje direkte apo përgjegjësi penale të Thaçit për ngjarjet e pretenduara. Në mbështetjen e tij gjatë procesit kanë dëshmuar edhe figura të njohura ndërkombëtare, përfshirë ish-komandanti suprem të NATO-s Wesley Clark, ish-ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit James Rubin, si dhe diplomatin Christopher Hill. Sipas mbrojtjes, këta dëshmitar kanë deklaruar se gjatë kohës së luftës Thaçi nuk është konsideruar i dyshuar për krime dhe informacione diplomatike nuk lidhen atë me veprimin e palishëm. Në krahun tjetër, zyra e prokurorisë specializuar ka kërkuar dënime të rënda deri në 45 vite burg për secilin prej të dënuarve, duke argumentuar se ata mbajnë përgjegjësi për një sër krimesh të kryera në periudhën mars 1998 shtator 1999 në disa zona të Kosovës dhe në veri të Shqipërisë. Edhe përfaqësuesit e viktimave kanë kërkuar që vendimi përfundimtar të reflektojë vuajtjet e tyre dhe të japë drejtësi. Pas përfundimit të deklaratave përmbyllëse, çështja do të kalojë për shqyrtim trupi gjykues. Gjyqtarët kanë afat deri në 3 muaj për të shpallur vendimin ose për të kërkuar zgjatje të afatit, në një proces që mbetet ndër më të rëndësishmit dhe më të ndjekurit për historinë e luftës në Kosovë. Në gjykatën themelore të Prishtinës ka vijuar seanca për vrasjen e Liri Dona Ademajt, ku bashkëshorti i saj, Naim Murseli, akuzohet si organizator i krimit. Gjatë seancës u zbulua një mesazh dërguar nga Granit Plava një natë para ngjarjes me përmbajtjen "Shok me siguri nesër përfundon". Ekspertiza psikiatrike ka konfirmuar se të akuzuarit nuk kanë pasur çrregullime mendore në momentin e kryerjes së veprës. Procesi gjyqësor për vrasjen e Liri Dona Ademajt ka hyrë në një fazë të re me paraqitjen e provave dhe detajeve që hedhin më shumë drejt mbi planifikimin e dyshuar të krimit. Në seancën e zhvilluar këtë të mërkurë në gjykatën themelore të Prishtinës, gjykatësia bëri publike një komunikim që konsideroi të rëndësishëm për hetimin. Një mesazh i dërguar nga i akuzuari Granit Plava drejt Naim Murselit një natë para ngjarjes, ku thuaj "Shok me siguri nesër përfundon", duke ngritur dyshime për paralajmërim të drejtë për drejtë për ekzekutimin. Gjatë seancës, Murseli ka
vijuar mbrojtjen e tij dhe është pyetur lidhur me një email që pretendoesja ka dërguar administratës së burgut ku kërkonte takimin me hetuesit. Sipas prokurorisë, në këtë komunikim ai pretendonte se dispononte informacione shtesë për të bashkakuzuarin Plava, duke përmendur përfshirjen e tij në vepra të tjera penale si dhe ekzistencën e një arme të fshehtë të tipit Kalashnikov. Ndërsa raporti i Institutit të Psikiatrisë Forenzike të Kosovës ka përjashtuar çdo pretendim për pa aftësi mendore, ekspertët kanë konstatuar se si Murseli ashtu dhe Plava kanë qenë në gjendje të plotë mendore në kohën e kryerjes së veprës, duke i konsideruar të përgjegjshëm për veprimet e tyre. Sipas aktakuzës, tre të pandehurit, Naim Murseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla, kishin arritur marrëveshje paraprake për vrasjen, ku rolin e ekzekutorit do të ishte Plava, u ndrejt një pagese prej 30.000 eurosh. Hetimi sugjeroi se plani dyshohet të jetë hetuar nga vetë Murseli për shkak të problemeve me bashkëshorten. Ai akuzohet gjithashtu se ka siguruar armën me 20 fishek përmes një personi tjetër, i cili tashmë është dënuar për furnizimin e saj. Seancat pritet të vijojnë me paraqitjen e provave të tjera materiale dhe dëshmive, ndërsa rasti mbetet një nga më të ndjekurit nga opinioni publik në Kosovë për shkak të dyshimeve se vrasja mund të jetë organizuar nga vetë bashkëshorti i viktimës. Të nderuar televizionistë, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 12 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me rreshje shiu në shumicën e zonave, ndërsa pasditja vijon me rreshje më të dobëta dhe intervale të shkurtra për mirësimi në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të shumta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor dhe jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 12 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:33 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 13 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 11 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 2 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 12 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë vranësira dhe rreshje lokale shiu në disa zona. Paraditja do të shoqërohet me rreshje shiu kryesisht në pjesët perëndimore dhe qendrore, ndërsa pasditja vijon me mot të paqëndrueshëm dhe intervale me vranësira. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 12 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 4 deri në 11 gradë Celsius. Podujev, 3 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj, 3 deri në 11 gradë Celsius. Pej, 4 deri në 10 gradë Celsius.
Prishtinë, 4 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov, 3 deri në 12 gradë Celsius. Malishev, 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan, 3 deri në 12 gradë Celsius. Ferizaj, 3 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik, 3 deri në 10 gradë Celsius. Suhare, 4 deri në 13 gradë Celsius. Prizren, 3 deri në 13 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në programacionin e Drita Televizion, bashkë me u takofshim në edicionin e radhës.